Të dashur miq të emisionit privé, besoj që deri më tani keni pasur rast të shihni shumë histori të ndryshme të njerëzve të cilët kanë guxuar dhe kanë bërë ndryshime në pamjen e tyre fizike fal klinikës Da Vinci. E ne që disa javë me radhë kemi sjell materialet të cilat janë realizuar në emisionin Doktor Plastik, i cili është produkt i klinikës Da Vinci dhe i televizionit Klan në Shqipëri, ndërkaq në vazhdim do të keni rast të shihni edhe 2 intervenime të tjera. Se për çka kam fjalën, e ndjekim bashkë në vazhdim. Unë jam Jana Gjonaj, 21 vjeçe, studioj inxhinierie elektrike, për momentin jetoj në Tiranë, më origjini jam nga Tropojë, dua të bëj ndërhyrje në hund, në plastik, kjo është një lloj ndërhyrje që unë do kryej. Familja ime përbëhet nga vetëm unë dhe mami, pasi kur kam qenë shumë e vogël, babai im është ndarë nga jeta. Dhe jam rritur vetëm unë me atë, me shumë sakrifica dhe mund nga ana e saj. Fëmijëria ime ka qenë jo shumë e zakonshme në krahasim me fëmijë të tjerë. Quello che invece è rilevante è quella punta così grande, la punta. È molto grande. E dobbiamo modificare, facciamo una simulazione. Ok? Jo, e ka qenë vetëm për pjesën e majës. Ok? Normalmente è uno schizzo, un disegno, però vi serve per far capire come cambia l'arco. Vështirë për të kuptuar si ndryshon arku. Domethënë gati katrore që e kishte. Prima era come un ombrello, diciamo, no? Prima. Adesso invece deve diventare come una cupola. E che do bëj cupola. Më falni, jam i qik nangës, është pak problem të dëgjosh të kesh pasur vajza në sallë dhe duke prit këtu. Si do që tjetë, mjekët japin siguri, po Këtu mbrapa Joana është duke u përgatitur për një fotosesion me fotografin Sonny Kaelson. Krahas dëshirës që ka patur për të përmirësuar pamjen e saj, hundën, Joana gjithashtu ka patur dëshirë që të jetë pjesë e fushës së modelingut. Por kompleksi që ajo ka patur me pamjen e saj nuk e ka lejuar këtë gjë. Këtë dëshirë kemi vendosur që t'ja realizojmë, pasi Sonny Kaelson e ka përzgjedhur Joanën si një nga fytyrat e reja të agjensisë së tij Sonny's Angels. Joana këtë gjë nuk e di ende, por do të zbulojmë bashkë reagimin e saj kur të marrë vesh se për çfarë bëhet fjalë. Që vise ke në grupin tonë? E shumë August. Se prisja këtë? Se prisje, por e ke patur ëndër. Sigurisht. Tani si ndihesh? T'janë plotësuar 2 dëshira brenda pak kohe. Ke në një dëshirë tjetër? Të përletoni ju. Okej. Vazhdoni fotosesionin.
Unë quhem Gjemile Murataj dhe vi nga qyteti Fierit. Unë jam arsye e vetme që mami do bëj këtë ndërhyrje, për shkak se unë kam marrë shumë informacione rreth kësaj ndërhyrje dhe duke pasur në internet, normalisht që zgjodha klinikën Da Vinci dhe duke konsultuar me doktor Julian, bëm një bashkëbisedim, vërtet ishin shumë bindës dhe staf vërtet shumë i mirë. Ishte dëshira e vetë, por që në kështë të vullnetin dhe duke shtyt nef si fëmijë, vendosit, okej. Benvenute, come sta? Si accomodi. Allora, che posso fare per lei? Ma cos'è che non le piace? Mos më pëlqen, se ka filluar rroturat të thellohen dhe mund të hiqin e juve. Senta, venga un pochino più vicino. Cos'è che non le piace? Questa parte qui? Questa è la parte che non le piace? Sì. E anche il collo? Tanto. Quindi tutto questo lo può sistemare così, tirare su così. Poi una serie di rughe nella parte alta della fronte, e quelle le può sistemare con la tossina botulinica. E abbiamo un po' di pelle in questa regione qui, esatto, lì e anche sotto, quindi anche questa la può sistemare con un atto chirurgico che può fare contemporaneamente. Le facciamo oggi, se ho capito bene, giusto? È lei la mia paziente e quindi stia tranquilla e ci vediamo in sala operatoria. Faleminderit. Pas operacionit, unë sa vija dhe dukesha sa më mirë, çdo ditë e sa më mirë. Shikoja fytyrën time në pasqyrë dhe dukesha sa më mirë. Shikoja, s'kisha dhe rrudha shumë në fytyrë, m'ishin zhdukur. Sa vija dhe dukesha 10 vjetë më e re, e falenderoj shumë klinikën Da Vinci, stafin Da Vinci, gjithashtu dhe doktor Julian i plastikës, e falenderoj shumë që punoj me një kujdes shumë të mirë. Ai ishte një doktor me provoj shumë vitesh dhe unë e mora pa frikë këtë operacion.